E tani do ta mbëlsojmë pak bisedën. Baklavaja dhe ëmbëlsirat janë pjesë e tryezave festive për Bajram, por sasi sheqeri është e pranueshme për shëndetin. Endokrinologu i Spitalit Amerikan Gens Shala në një intervistë për ne jep këshilla të dobishme për ata që duan të festojnë me kujdes dhe pa rrezik. E ndjekim materialin. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Kosova Live. Duke uruar që po kaloni mirë me familjarët e juaj, do të ndalemi pak tek një gjë që konsiderohet pak ca problematike gjatë kësaj feste, e që është teprimi dhe konsumimi i gjërave të ëmbla pra ushqimore. Për më shumë detaje do të na tregojë doktori endokrinolog Gens Shala. E vërtet që gjatë këtyre festave gjithmonë konsumojmë pak më shumë ushqime, sidomos në festa edhe sheqerna të ndryshme. Sheqerna këto të mira jo vetëm gjatë festave, por edhe jashtë. Edhe jashtë festave kemi probleme pas që mund të vinë të shtimin, peshë, obeziteti, pastaj vjen normale mund të vinë të smundje sheqerit apo diabeti siç njihet. Pra, këto është problema e madhe të sheqerit, është fitimi i smundjes së diabetit. Çfarë ndodh me nivelin e sheqerit pasi konsumojmë më shumë siç duhet gjëra të ëmbla, pra sheqerin e tepërt? Të njerëzit që nuk kanë diabet, zakonisht nuk kanë ndonjë rritje të nivelit të sheqerit në gjak, por ka nivele të rritje të insulinës, që prodhohet pankreas, është një hormon i cili mundot është ta zbres këtë insulinë. Dhe ne nëse teprojmë gjithmonë duke rritur konsumimin e sheqernave, atëherë lodhim këtë pankreasin duke prodhuar insulinë që ta zvogloj në nivelin e sheqerit në gjak. Dhe dikur vjen rezistenca insulinike, që njihet në popull, është shumë përhapur kjo dhe për fat të mirë popullata jonë ka një rritje mjaftueshme për rezistencën insulinike, po prodhohet më shumë insulinë se që duhet për mi majt nivelin e sheqerit normal. Domethënë te këto raste kur e masim sheqerin, del normale, po insulina është shumë e lartë. Dhe kjo pastaj ka pasojë të tjera në gjakut, në ymbyrë dhe mjaft probleme të tjera në asit. Dhe në fund edhe të diabetit. Cilat janë shajat që trupi na jep kur i kalojmë kufejt, pra? Të njerëzit që nuk kanë diabet, po ata që kanë diabet zakonisht kur të kalojmë nevojat tona për karbohidrate apo sheqerna, zakonisht kemi lodhje, tharje të gojës, urinim të shpeshtë, bile sa më lart sheqeri kemi edhe uri më shumë. Po këto janë kryesorët, simptomat kryesore. A ka një sasi të rekomanduar për sa duhet me përdorë gjatë ditës për fëmijët, po ashtu edhe për të rriturit? Zakonisht preferohet që janë 3 lloje ushqime kryesore që përdorojmë. Janë proteinat, ymbyrnat dhe sheqerat. Preferohet dikon që 50% e ushqimit të jenë sheqerna, jo sheqerna karbohidrate, jo sheqernat siç është tortja, kullorja, këto, po sheqerna që për shembull buka, makaronat, patatja, orizi. Në këto të konsumojnë, këto lloj sheqernash, jo sheqernat e ëmbëlsirave. Kur thëna 50% e ushqimit janë karbohidrate apo sheqerna, nuk i thojmë që të përdorin sheqerna të thjeshta, siç janë çokolada, torta që i përmendëm. A më tregoni për kë është më shumë i rrezikshëm diabeti për ata që e kanë apo edhe për ata që në të ardhmen mund ta kenë ose rrezikojnë? Sheqerat e thjeshta të ëmbëlsirave janë të rrezikshëm gjithmonë, si të fëmijët si të të rriturit. Të fëmijët është problem madh të diabetit, po vjen deri te bipesha. E fëmijë ndërmjet edhe obeziteti, ata rrezikojnë që në të ardhmen e afërt apo klientë adoleshent apo në moshën të re të fitojnë diabet të tipit 2. Ndërsa të këta që kanë vetëm diabet është shumë sheqerat e thjeshta, që të ëmbëlsira, pra është shumë i rrezikshëm pasi që shkaktojnë ngritje të mëdha të përnjëhershme të sheqerit, që i thojmë na spike. Këto janë mjaft të rrezikshme. Kështu që kisha rekomanduar për pacientët të cilët kanë diabet gjatë festave, të ikin sa më shumë ëmbëlsinave, të konsumojnë sa më shumë ujë, jo laxhe, po ujë apo çaj pa sheqer, ajran, pra të ikin ëmbëlsina. Dhe nëse pa hire hajnë diçka, ëmbëlsina, atëherë ta harxojnë atë sheqer, atë kabret duke dalë me hecë, duke pirë më shumë ujë.
Cilat janë ato alternativa që ne mundemi me konsumu shëndetshëm ëmbëlsira, por pa ndiku negativisht tek ne? Është pyetje e vështirë, pra nuk ka ndërkohë që thotë mund të merrni ëmbëlsira. Si të pacientët që kanë diabet, si ata që nëse nuk kanë diabet, por nëse duhet gjithsesi të konsumojnë ndonjëherë ëmbëlsira, atëherë ti harxojnë ato, pra të mirën me herë me ndonjë ecje apo sport, dhe të pinë sa më shumë ujë. Pra të i harxojnë, sheqeri është sheqeri për neve është sikur nafta për automatin. Pra duhet ta harxojmë atë sheqer që të tepër. Përmes aktivitetit fizik sportiv. Çfarë këshilla do t'ju japë shikuesve që me rujt balancën në ushqim? Të ushqejnë në sa më të shëndetshme edhe sa më shumë të lloj-llojshme, dhe të ikin sheqerat të thjeshta, të ikin sidomos lanxheve rrisin shumë sheqerin. Pra të konsumojnë vend sheqernave, të konsumojnë penë, vend chipsave, smokave, këto të rekomandoj të marrin arra, bajame, lajthia, të ushqejnë sa më shumë me sallata, dhe normal edhe proteinat. Edhe të ikin sa më shumë sidomos sheqernave të thjeshta. Vend bukës bardhë të përdorin bukën e zezë, dhe kështu me radhë.